Në finalen e madhe sot, këngëtari i njohur Miri Shahini u mposh nga balerina Selin Bollati, e cila u shpall fituese e këtij sezoni dhe mori çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Ata e nisën aventurën e tyre në shtëpi krah për krah njëri tjetrit, me një aleancë të fortë që në ditët e para por, me kalimin e javëve, dinamika mes tyre ndryshoi. Raporti u ftoh dhe përplasjet e vazhdueshme kaluan në një armiqësi të hapur. Publiku ishte ai që vendosi verdiktin final. Duke i dhënë fitoren Selinës, Miri pati sot një takim nga familjarët ku u takua dhe me gruan e tij gjermane. Bashkëshortja e Mirit e ka përqafuar dhe puthur me shumë dashuri, ndërsa i ka shprehur se i kishte munguar shumë. Ajo i tha se nuk është mërzitur as pak dhe se është shumë krenare për të edhe rrugtimin e tij brenda shtëpisë. Në një moment të mbushur me emocione, Miri i tha, "A janë në rregull?" Nuk ka ndonjë letër divorci, ndërsa bashkëshortja e tij qeshi dhe konfirmoi se gjithçka ishte në rregull mes tyre. Asnjë problem as divorc në horizont. Pra gjitha gjërat mes tyre janë okay dhe nuk ka ftohje mes tyre, por duken shumë të dashuruar. Miri tregoi vërtet qytetari brenda në lojë dhe ishte një nga pretendentët kryesor në podin final. Familja e tij mbetet krenare. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.